Lloj duke përmend një nga shkrimtarët më të mëdhenj që ka Shqipëria. Ai quhet Luan Starova, është shkrimtar shqiptar i Maqedonisë, ka shkruar një libër, një nga shumë libra që ka shkruar për më famshëm i tij, ku është përkthyer në shumë gjuhë të botës, edhe mund të gjetë në Spanjë, në Francë, në Itali. Gjeti përkthyer në Shqipëri, por shumë pak. E ka lexuar kush librin Kohë e Dhive këto? Asnjë. Okej. Du me fillu... Jo, mu ka prezentu një mik i jemi spanjoll. Edhe më ka bo me reflektu se ne kena pak problemet vogla si komp. Nështë janë të njajta me drejtimin tonë si që ka Grecia, për shembull. Do më thënë, muhojmë origjinat tona të lashta, sepse edhe grekët në nxasojnë shumë. Do të paktën të kohëve të fundit, jo ato të kur kishin letërsinë në dorë. Unë kisha dëshirë ta marrim fiks me humorizëm, po duhet edhe me reflektu i fije. Atëherë, si ka mundsi, ky libër flet për disa çoban që në kohët e Titit, kur sapo kishte filluar mu integru Tito, domethënë në Maqedoni, u mundu në zonën e Shkupit me marrë këto çoban rebel që kishin qef me ne të mal, ishin shpirtra të lirë ato më vetë, edhe me i propost, domethënë me i pru në me i hull në qytet, me i këthy në klasë punëtore, me muhu vetë vetën, sepse nuk doshin shpirtë rebele. Ato doshin të rrishin pavarën. Po që në, ato banë në opozit madhe, dhe është diçka shumë prekse me thonë drejten, sepse ishin të funit këto, që sistemi totalitar i pushtoj, edhe nga shpirtrat lirë i kthej në shpirtra këshu. Por fakti që akoma sot, do të thënë, ne nuk na pëlqen shumë libri Koha e Dhive, bile një mik jam italian ku i tha një sekretarit vete shqiptare, unë tha, ma para pushohem nga puna, tha se sa shkoj e blej librin Koha e Dhive, si tha shko ma gjenja, kupto? Por edhe kjo është, do të thënë, kjo është i fije një keqe shoqërore. Shqipëria është një vend bujqësor. E ardhmja jonë është pak e lidhur me bujqësinë, mos të iludon asnjë nga ne se ne mund të bëjmë vend industrial, apo mund të jetojmë vetëm nëpërmjet metropoleve, kështu që zonat rurale duhet me bashkëjetuar, dikush do të rrijë atje. Edhe ajo që jam të bëj unë aty është përveç faktit që kam një restorant, është përveç faktit që unë konsumoj shumë produkte të zonës teme, kam dëshirë që njerëzit vazhdojnë duke bërë profesionet vjetra siç është çobani për shembull. Duhet që ti rezistojnë kohës, siç tha shumë mirë, është diçka që ka ndodhur bilam shumë, ti rezistojnë kohës, por jo nga halli, por edhe ti jetë një zanat fisnik që t'ju sigurojnë rrugë të ardhme. Sepse unë kam bërë llogarit me ta, edhe për shembull një çoban dhish që ka 240 krejnë për shembull, arrin me marrë gati 800-900.000 lekë të reja në muj, në falni të vjetra në muj, domethënë janë rroga, është pak më e lartë se rroga një drejtori i banket. Kjo është si kështu. Duhet shpresoj që kjo të jetë armja, si thonë. Domethënë të mbesin njerëz jo vetëm nga halli, por ta zgjedhin si zanat fisnik. Unë vetë kam bërë si profesion kyt, si zanat fisnik në të ardhmen, por duhet të besojnë edhe shumë njerëz në këtë punë. Një nga këto jam edhe unë. Unë kam një restorant, kam besu te këta sepse gati bajnë racizëm, në këtë fjalë se nuk konsumoj produkte të huaja. Jam pak anti, edhe pse efektet e ndotë si gjitha këto duhet na çojnë drejt kësaj. Përveç ushqimeve, bulmeteve, gjitha gjërat buta, unë përdor edhe tegra, siç janë këtu. Nuk e di, është tash unë siç e shihni këto i kam mbledh në rrezën 1 kilometrit. Janë të pafundme, nuk kam pruar asnjë dietën aty në që mund gjesh në 1 kilometër tokë ku jetoj unë. Edhe është thjesht një zonë normale siç ka gjithë Shqipënia. Edhe më duket e kot me spostu ushqimin për kilometra të tërë. Kjo është ajo që jam të mundu me thënë unë vetë, si thonë. Kam marrë i shembull të vogël, një zheni në Napoli, pa të shpik u quni mëgjes, ishte pa punaj, besoj unë se ishte pa punë, se më nuk ishte shpik këtë. Edhe bani një 100 shishe, i mylli dhe shkujti Aria di Napoli më sipër. Dolim, i vunim rrugë, edhe kaloshin turistat edhe i bleshin. E qote japonezi në Japoni, tjeti kështu, domethënë, po për mu kjo është person fantastik, është zheni. Kurse ato tjeret mund t'jenë
me sa të do në klasë shkollë, për mua të një ignoranta, ato që e kanë fut në qese. Kështu si... Du me lidh me konsumin e shumë gjanave, të ujtë për shembull. Shumë ja ju takon Shqipni me blej pa për me në emra marrë ka kështu, emrin Aqua, lexoni Aqua, ju në Shqipëri, a kupton? Jena vendi i dytë në Evropë për burime ujore, ndërkohë që vazhdojmë duke blej ujë, të ujë. Në një restorant shpesh mund të ndodhe, jo që jemi, so nuk e pranoj këtë pjesë, por shpesh ndodh sepse një shishe ujë blehet, domethënë deri në 250 lekë, ndërkohë që një kamerier merr 500 lekë në ditë. Imagjinoni veten ju në Francë bleni 30 euro një shishe ujë, se është gjysma rrogës një kamerier, domethënë është immorale e padrejtë sot, a kupton? Përveç ndotjes, përveç faktit se nuk mund të lash ujë një vit të sillet për kamiona gjithë botën, ti do të jesh në një vend shkretëtir jo në Shqipëri, domethënë. Këto janë gjanat immorale se kam marrë edhe duke u kthy pak ke komunizmi, se i zetëm të fakti, jo ke sistemi totalitar, se nuk ka të bajë komunizm, a ishte diktatura, jo? Edhe ke sistemi totalitar që ishte para, unë gjurëm t'i zeta edhe tek ju, sepse asnjë nga ju nuk ishte lexuar një libër, sepse nuk i pëlqej titulli. Është më i famshëm se Kadarek i Zotnia në Perëndim. Është gati i famshëm një lloj, sepse ka marrë çmimin në 97-ën si romani më i mirë i vitit i huaj në Francë. Nuk ja kanë dhënë as Kadaresku çmimin, a kupton? Ë? Do të më ble. Po është shumë interesant, është shumë prekës, por thjesht nuk ka bën sukses Shqipënia sepse refuzojmë uzinat tona. Ky do të thotë se na ka kthyr gjithë në klasë punëtore dikur ai zotëria, kupton? Kjo është ideja. Një nga gjurmët, siç ishte kjo si u thash përpara, janë edhe këto dyja. Shkonin në Theth. Po. Shkonin në Theth. Shkonin në Valbon, shkonin në Vlorë, do të gjeni bukë të bardhë kuadrate edhe djathtë të bardhë kuadrat. Kujt i plasit, cila është origjina e produktit, kush e ka bën, çfarë është ushqimi, e kupton, kjo është diçka mrapa e kena shkrim edhe me konsumizmin, sepse impakti ka qenë shumë i dhunshëm nga ajo që kalum mrapa me të ardhmen, domethënë sot është, unë i tham periudha e Michel Akna e Ross Bull, po i tham, se s'po i tham rrët më ashtu emrin, sepse nuk du me ban tje reklam. Njerëzit konsumojnë, kanë met pak gjurmë të vjetrës, e fukarallekut, por nërkohë pinë të pijet energjetike pa lidhje, kanë hyrë domethënë pijet, edhe jam pak edhe anti kësaj, domethënë kam shef, nuk pëlqen që ushqet Shqipënia në këtë drejtim, me thënë drejtën. Është e turpshme, na kanë edhe konsumizmi ka hyrë shumë dhunshëm. Tashti deshta me përmend pak. Njësë unë nuk jam fort. Nëse deshta me përsa i përket qeshes me vunja 2 pika dhe presit e fakti që sa i fuqishëm është ushqimi, gjose ju zgjedhni me konsumu shqip ose pak të në gjanët teritorit. Mbrapa parë ne e dim, ekziston një, t'ju tregoj një link. Ky është Amerikan, edhe, domethënë, to kanë shpik një diçka shumë bukur, domethënë ti mundesh me ndryshu cili është fruti, sa kilometra ban marrë tek ti, sasia, nëpërmjet gjitha këtyne, domethënë ti nxjerr sasinë e karbonit që, domethënë e CO2-shit që lëshon në ambient, ky frut ndot, domethënë. Edhe ajo që unë sot nuk më pëlqen, edhe që shoh akoma për shumë fruta dhe shumë ushqime, konsumohet ma fort se sa në tretje, ma shumë se sa në prodhim, konsumohet në transport. A kupton? Edhe kjo është diçka që nuk është e drejtë. Plus, tash ti po kthehem pak gjithmonë lidh me këtë mohabet, kjo. Kjo është një shpjegim natyral, nuk mund kuptohet shumë mirë, por unë të them këtë e kam bërë në mënyrë humoristike fije, por ama unë kam një gjuhë edhe sommelier, profesionista që më të thojnë në Itali, sepse shpesh ndodh thonë se avioni ndryshon shijen verës, apo rakis, gjitha këto. Për mu nuk është e vërtet, kjo, sidomos rakis nuk ka gjënë si janë ndryshon shijen, asaj tonës, ti fut edhe në rakin shqiptar. Ideja është, pse shqiptarët e parë që kanë shku në Itali, unë kam bërë gallat me motoskaf, se kanë shku dhe motoskaf, realisht domethënë kur shkoshim nishin për emigrim, edhe herën e dytë merrshim me vete
diska nga shtëpia vetë me qua nej. Por, kur shkot atje thotë e fix, mi ka ndryshu shia, që i ka në rrugës. Shia nuk i ka ndryshu fare. Edhe ato sommelier që kujtojnë se janë profesionista, që munohen me gjetë shpjegimi se si ka mundësi që nuk jep njëjtin efekt, edhe unë e kam bërë provë 100 herë, kam marrë një produkt të një mikut tim në Itali, një shishe verë, edhe nuk më jep të njëjtat emocione aty. Edhe nëse konstatimin e ka bën edhe një fshatar i pa studiuar, nështë ka pas edhe uri për ushqim, por e ka bën këtë konstatim, do të thotë që është diçka që nuk mund ta shpjegoj me fjalë, që quhet territor. Do të thënë, gjanat kanë shije në vend vet, jo dikun tjetër. Kjo është ideja shumë e thjeshtë me shpjegu, nuk është diçka që mund ta perceptojmë vetëm intelektualet, por është diçka që vjen natyrshëm, sepse banania nuk është intelektuale, sepse ti nëse ti e merr nga vendet tropikale, edhe e mjell në Himalaja, nuk është se ajo ngordh nga stresi, ngordh sepse nuk është lina e vet. Apo do, çuçi është se nejna gjallësa si banania. Këto fjalë është fjalë territore shumë e rëndësishme, nuk është kaq e thjeshtë. Edhe jam mundu me shpjegu kështu, domethënë pas e dalim për sa i përket nëse mendimi global i ushqimeve lokale më e tha dhe ti dhe besoj se është fiks. Unë jam themeluesi i lëvizjes Slow Food Shqipëri i pari, më pas hap edhe një konvivium tjetër nëpërmet, diçka fantastike. Bukuria kësaj është më shumë me bën sa ma trendi ushqimin e territorit, sepse do të kthehet mod. Pyet e thot një mik i jemi, quhet Carlo Petrinja, është themeluesi i Slow Foodit, që tradita është një inovacion i suksesshëm. Domethënë normalisht ka qenë një periudhë që është shpik tradita. Por nëse i ka mbijetuar kohëve është i suksesshëm, domethënë. Kjo është ideja, diçka shumë e bukur. Më pëlqen më e përdor, domethënë shpesh kështu. Deshta më prek pak aspektin ekonomik të çështjes, përveç faktit të ndotjes innaturale, përdojmë gjanat jashtë stinet apo gjitha ato që nuk na përkasin, që i bajnë shumë kilometra. Është se unë për shembull te restoranti unë kam vetëm një aktivitet. Konsumoj rreth 2500 keca në vjet, sa sapula, gica, qumsht, vez, gjalp, ndoshta në mënyrë jo të rregull sepse ala nuk kena konsolidu për sa përket normës higjieno-sanitare. Shpresoj të gjejmë një standard pa bën në mënyrë se këto rob t'i fusin të kafshën për stalla apo të vazhdojnë të bëjnë të mëdhej. Për të mes i vogël unë dhe ato më tim fjalës si ti jemi ne aty, domethënë. Por ajo që është e bukur se unë kam rreth 40 familje, vetëm tu fadhisht që praktikisht shesin gjithë mishin te unë, domethënë një restorant i vetëm një, ka mundësi me gjetë me siguru treg një zone. Imagjinoni nëse do të ndryshote mentalitet gjithë Shqipënia, restorantet Buzdetit, etj. Kjo është ideja si kështu. Unë e di se nuk është, kjo është edhe pak utopi, se nuk është e thjeshtë, tregu shqiptar nuk është gjithmonë as i sigurt e gjithë ato, por mirë është me reflektu. Unë këtë deshta me organizu diçka tillë sot, thjesht me u bë me menu, se kur keni mundësinë me zell, mos bleni arin e Napolit. Kjo është ideja. Kur keni mundësinë me zell, domethënë.